të mrekullueshëm që janë në shesh, i ka bërë dhe një shtojt kësaj thirrjes tonë, Rama Burg, Berisha Burg, Zexhinja fillore! Unë kam vetëm një thirrje për të gjithë të rinj që janë bashkuar protestës dhe që i kanë dhënë jetë kësaj proteste dhe që kanë bërë mallshtore. Ju keni thyer algoritmin e kryeministrit për cilin ishte mbret për 30 vitesh. Por puna jonë dhe juaja nuk ka mbaruar. Ne duhet vazhdojmë dhe të thyejmë algoritmin edhe më shumë, ta çojmë algoritmin tek e drejta jonë. Ndaj, që ne të bojkotojmë kryeministrin që na ka bojkotuar për 13 vite, të futemi të gjithë live, të shpërndajmë pankartat e mrekullueshme që janë në shesh dhe t'i tregojmë që jemi më shumë se ai, jemi më kreativ se ai, jemi më artista se ai dhe më piktora se ai. Ju e keni treguar këtë, sepse me këtë protestë madhështore që keni bërë, keni arritur t'jeni në të gjitha mediat ndërkombëtare me kreativitetin tuaj, ndërkohë që ata që janë në pushtet paguajnë miliona për të marrë disa minuta në media ndërkombëtare, ju e keni bërë me kreativitetin dhe me energjinë tuaj. Ndaj, do vazhdojmë edhe çdo ditë më shumë, të jemi dhe më kreativ, me pankarta dhe më të bukura që t'i tregojmë se si është e vërteta e Shqipërisë. Një thirrje shumë të thjeshtë kam për të gjithë ata që mendojnë që mund të përfaqësojnë protestën, që mendojnë që mund të përfaqësojnë juve, që nuk ka askush të drejtë të flasë në emrin tuaj, që nuk ka askush të drejtë të bëjë grupime dhe mbledhje në emrin tuaj dhe të nxjerrë përfaqësues për ju. Përfaqësuesi do t'i nxjerrni ju nga sheshi dhe zëri juaj do jetë ai që do johoj lart dhe më lart. Rama Burg, Berisha Burg, Rama Burg, Berisha Burg. Unë vi nga Durrësi, do me thanë lindur dhe rritur në Durrës, po kam 37 vjetë që kam lindur në Itali. E kam formuar jetën time atje, po me gjithate, syt i kam gjithmonë këtu. Por do të kisha vetëm një ankesë për sa i përket kësaj proteste. Protesta është shumë e bukur, por në Durrës ne kemi një fakt shumë të tmerrshëm. Fakti që nga koha e Zogut kemi një zonë të mbyllur që quhet bloku i udhëhecave. Dhe te bloku i udhëhecave nuk ka njeri që kalon. E pse? Sepse janë gjithë që nga Zogu, Enver Hoxha, e gjithë me radhë Sali Berisha që më e kishte në dorë me e bërë si mas qefit e punë, e bashkë edhe këtë tjetër që pa e vazhdon. Do me thanë tum që ajo zona e blokut të udhëhecave në Durrës, në plazhin e Durrësit, të hapet. Si u hap Zvërneci, kështu të hapet dhe ajo, sepse nuk është Durrësi penge e askujt. Durrësi ka qenë dhe do jetë ajo qendër e kulturës dhe edukatës shqiptare. Sepse nga Durrësi, siç e dini edhe vetë, nga Durrësi erdhi edhe bërja e Tiranës, si kryeqytet. Apo jo? Është ashtu apo jo? Ashtu dhe. Problemi këtu është se kemi 100 e sa vjetë. Kemi duhet që ai kart atje të bloku udhëhecave, që i thënë bloku udhëhecave, se këto janë udhëheca. Këto janë sa mos i nxjerr ato se ka dhe gra dhe fëmijë këtu, janë sa ndyrësira. Ndyrësira janë në gjitha këta, sepse nuk është drejt që Durrësi të marrë, po flasim për një plazh special,
do me që kur vjen atje, janë 2 kilometra rrugë, plashi që është blokuar. Për nga 100... Apo ja? Është që apo ja? Edhe duam që nga kryeministri tash, që është në radhë, edhe derisa të ketë votime dhe nuk e di se si do shkojë kjo punë, duhet që të heqin një orë më parë të zonë të ndaluar. Duhet që ne, ose ai, të heqin patjetër këtë zonë që është bllokuar për vitesh. Dhe na ka bërë ne një ishull në qytetin tonë të Durrësit. Si e thash dhe më parë, jam Gjimi Gjindori dhe jam krenar për gjithë shqiptarët që jetojnë tu, sepse shqiptarët që jetojnë tu janë heronj. Kush jeton në Shqipëri është hero. Gjithë janë heronj, sepse me gjithë kushtet, me gjithë gjërat që kanë, pavarësisht, shteti do të marrin shumë masa. Do të marrin masa dhe nuk po themi që jemi spica, e ta bëjmë spicër tu me herë. Ne do ta bëjmë spicër. Sepse si thash, janë 37 vjetë që kam nga ne, dhe 37 pjesë nuk jam daktit shteti këtu. E sidomos Durrësit temë. Po një dhe ju uroj për protestën e vazhdonin. Por protesta gjithmonë t'i vjen një kohë, sepse po su hoq që ajo atje, nuk dhe ikë mas i gjë tjetër. Faleminderit ju. Berisha në punë i pari e pasaj tjerët nada gjithë me radhë. Kam një thirrje për të gjithë mësuesit që po na shikojnë nga televizori.